Këto janë 10 avantazhet e fshehura të aeroportit që kompanitë ajrore nuk duan të zbuloni. Ndërsa mijëra pasagjerë paguajnë tarifa të plota dhe vuajnë në radhë të pafundme, ekziston një grup i përzgjedhur udhëtarësh të moshuar që njohin kodet sekrete për të marrë bagazhe falas, akses VIP dhe ulse premium pa paguar asnjë qindar shtesë. Në vitin 2026 do t'ju tregoj saktësisht çfarë të kërkoni dhe si ta bëni. Kështu do të ndaloni se qeni një pasagjer i zakonshëm dhe do të filloni të udhëtoni si një mysafir nderi. Le të fillojmë. Avantazhi numër 10, pasaportë shoqëruese për familjarët. Frika më e madhe kur udhëton vetëm nuk është fluturimi, por kaosi tek kontrollet e sigurisë. Ajo që kompanitë ajrore heshtin është se në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë ekziston pasaporta shoqëruese. Ky leje i lejon një familjari pa bilet të kalojë kontrollet me ju deri te porta e avionit. E mbajnë këtë informacion të fshehur për arsye administrative, por është e drejta juaj nëse ndiheni të shqetësuar ose keni nevojë për mbështetje fizike. Në këtë vit 2026, Chelsea është të përmendni nevojën e saktë. Në Sportel thoni me siguri, kam 65 vjeç dhe kërkoj ndihmë nga shoqëruesi im për të siguruar lëvizshmërinë time, kërkoj një pasaportë shoqëruese. Duke përdorur fjalë si lëvizshmëria, aktivizoni protokolle që detyrojnë marrjen në konsideratë të kërkesës suaj. Ky përfitim eliminon stresin dhe ju lejon të përshëndeteni para avionit të qetë dhe të sigurt. Avantazhi numër 9, bagazhi mjekësor fantazmë. Ky sekret do t'ju kursej më shumë para. Shumë njerëz shqetësohen për peshën e valixhes, por nëse keni mbi 60 vjeç dhe udhëtoni me pajisje mjekësore, si aparate CPAP, monitor presioni ose medikamente, ligji është në anën tuaj. Rregulloret ndërkombëtare përcaktojnë se pajisjet mjekësore të nevojshme nuk llogariten brenda kuotës standarde të bagazhit. Kjo do të thotë se mund të merrni një valixhe dore shtesë falas nëse përmban vetëm artikuj mjekësor. Kompanitë ajrore e fshehin këtë për të tarifuar bagazhe shtesë prej $60. Në vitin 2026, ndajini medikamentet në një çantë të veçantë. Nëse përpiqen t'ju tarifojnë, deklaroni, kjo çantë përmban pajisje mjekësore të përshkruara të përjashtuara nga tarifat. Nuk mund t'ju refuzojnë. Kështu lirohet vend në valixhen kryesore për rroba ose dhurata, duke udhëtuar me ngarkesë, por pa paguar asgjë. Avantazhi numër 8, bllokimi i ulses qendrore për nevojë hapësire. Udhëtimi në klasën ekonomike shpesh është një makt hapësire, por të moshuarit kanë një avantazh që të rinjt nuk e kanë, bllokimi i butë. Në vitin 2026, agjentët e portës mund të bllokojnë ulset bosh që askush të mos ulet aty. Edhe pse zakonisht i rezervojnë për udhëtarët e shpesh, ju mund të keni akses duke apeluar për rehati fizike pa paguar për një përmirësim. Truku është të mbërrini një orë më parë tek porta. Afrohuni me mirësjellje dhe thoni, kam dhimbje të kyçeve për shkak të moshës dhe do të më ndihmonte shumë të shtrija këmbët. Nëse fluturimi nuk është i plot, a mund të bllokohet ulsja ngjitur? Ndryshe nga një i ri, kërkesa juaj lidhet me një gjendje reale fizike. Empatia punon në favorin tuaj dhe agjenti do të shënojë ulsën ngjitur si të papërdorshme, duke ju dhënë një eksperiencë të klasës së biznesit krejtësisht falas. Dhe nëse mendoni se kjo është rehatshme, gjëja tjetër do t'ju kursej momentin më poshtërues në aeroport. Avantazhi numër 7, siguri dinjitoze pa hequr këpucët. Heqja e këpucëve dhe brezit tek kontrollet është e bezdishme dhe poshtëruese. Pak e dinë se në Shtetet e Bashkuara dhe aeroporte ndërkombëtare, të moshuarit mbi 75 vjeç kanë të drejtë për një kontroll të modifikuar pa paguar programe si TSA PreCheck. Është një rregull i shkruar që pothuajse askush nuk e kërkon. Në vitin 2026, nëse keni këtë moshë, nuk duhet të hiqni këpucët ose xhaketat e lehta. Agjentët zakonisht japin urdhra automatikisht, por ju duhet të ndaloni këtë proces. Para se të zhvisheni, thoni qartë, jam 75 vjeç dhe përfitoj nga protokolli i kontrollit të modifikuar. Do t'ju lejojnë të kaloni me këpucët e veshura. Kjo ul rrezikun e rrëshitjes, shmang kontaktin me dyshemen të ndotur dhe ruan dinjitetin tuaj. Është një privilegj i vogël që mbron energjinë tuaj. Avantazhi numër 6, rimbursime për force majore mjekësore për bileta jo të rimbursueshme. Kompanitë ajrore duan të shesin bileta të lira që thonë jo të rimbursueshme. Ju bëjnë të besoni se nëse nuk udhëtoni, humbni paratë.
por ekziston një përjashtim i madh për të moshuarit, klauzola e force majeure mjekësore. Nëse keni mbi 60 vjeç dhe ndodh një problem shëndetësor, kompanitë ajrore kanë departamente të fshehura për të vlerësuar këto raste, edhe për tarifat më të kufizuara. Nëse nuk mund të fluturoni, mos pranoni jo automatikisht. Në vitin 2026, sigurohuni një letër nga mjeku që tregon se nuk mund të udhëtoni. Kontaktoni departamentin e ndihmës së veçantë, jo shitjet, dhe deklaroni: jam një person i moshuar dhe për shkak të një gjendjeje mjekësore të dokumentuar, nuk mund të fluturoj. Shpesh do t'ju kthejnë parat në kredi ose rimbursim të drejtë për drejtë. Shëndeti juaj është sigurimi juaj falas për udhëtim. Avantazhi numër 5, akses në sallat VIP për nevojë pushimi. Shumë njerëz mendojnë se sallat VIP me ushqim falas dhe koltuk lëkure janë vetëm për të pasurit. Zakonisht kjo është e vërtetë, por ka një hapje në sistem. Punonësit e sallave kanë diskrecion për të lejuar akses për arsye shëndetësore. Kandidatët perfekt janë udhëtarët e moshuar që tregojnë lodhje ose kanë nevojë për qetësi. Në vitin 2026, qelësi është strategjia e përulësisë. Afrohuni tek recepcioni kur nuk ka radhë dhe shpjegoni: kam një ndalesë të gjatë dhe zhurma e terminalit më ndikon në presion. A ka mundësi të kem qasje në një zonë të qetë? Shpesh, nëse jeni të sjellshëm, agjenti do t'ju lejojë të hyni si mirësi e shtëpisë. Pasi të jeni brenda, do të keni ushqim dhe banjo të pastra falas. Kjo mund t'ju kthejë menjëherë në një udhëtar luksos. Avantazhi numër 4, përjashtimi i lëngjeve mbi 100 ml. Rregulli i 100 ml duket i shenjtë, por mosha juaj ju lejon ta thyej. Rregulloret e sigurisë lejojnë lëngje më të mëdha se ky kufi nëse janë të nevojshme mjekësisht. Nuk është vetëm për insulinë, përfshin suplementet ushqimore, ujë për sëmundje të veshkave ose gjel për dhimbje. Në vitin 2026, nxirrni shishen para rrezeve G dhe deklaroni tek agjenti: kam lëngje të nevojshme për shëndetin tim mbi kufirin standard. Mund të bëhet një test i shpejt i shishes, por do t'ju lejojnë të kaloj. Kjo kursen blerjen e ujit të shtrenjtë dhe ju lejon të merrni ushqimin tuaj në bord nëse ai i avionit nuk është i përshtatshëm. Është një e drejtë shëndetësore që bëhet avantazh i madh. Avantazhi numër 3, preembarqimi ligjor, jo prioriteti i paguar. Ka konfuzion të madh që kompanitë ajrore shfrytëzojnë. Shesin grupi 1 ose prioritetin e embarqimit për $50 shtesë. Por sipas ligjit, preembarqimi është një e drejtë falas për çdo person që ka nevojë për kohë shtesë për të zbritur nga ramp dhe për t'u akomoduar, duke përfshirë pothuajse çdo person mbi 65 vjeç që ndjen se ritmi i shpejtë i fluturimit të zakonshëm është i rrezikshëm për stabilitetin e tij. Nuk keni nevojë të jeni në karrocë me rrota për ta kërkuar. Truku është të mos prisni që të thirreni grupi juaj. Para se të fillojë embarqimi, shkoni tek sporteli i portës dhe thoni: për shkak të moshës, kam nevojë për pak më shumë kohë për të zbritur rampën dhe vendosur sendet pa penguar rrjedhën. Kam nevojë të përdor preembarqimin. Nuk mund t'ju thonë jo dhe nuk mund t'ju kërkojnë detaje mjekësore për ligjet e privatësisë. Kjo ju lejon të hyni para pasagjerëve të klasës së parë, të gjeni vend për valixhen tuaj sipër vendit pa u përplasur me askënd dhe të uleni qetësisht ndërsa të tjerët presin në radhë. Avantazhi numër 2, tarifat senior që nuk shfaqen online. Edhe pse jetojmë në epokën e aplikacioneve, kompanitë ajrore ruajnë sisteme të vjetra për tarifat senior. Kompani si Delta, United ose Iberia ofrojnë zbritje për të moshuarit mbi 60 vjeç që nuk shfaqen në kërkues si Google Flights. Algoritmet nuk e dinë moshën tuaj, ndaj fshehin zbritjet dhe kushtet fleksibile të anulimit. Në vitin 2026, qelësi është të telefononi. Merrni telefonin para se të blini dhe pyesni: a keni tarifa për udhëtarët mbi 65 vjeç për këtë destinacion? Edhe pse kursimi mund të jetë i vogël, avantazhi real është fleksibiliteti, bileta që lejojnë ndryshime datash pa gjoba të shtrenjta. Avantazhi numër 1, transport ndërterminal, karrocat elektrike. Shpesh shohim karroca elektrike në aeroport dhe mendojmë se janë vetëm për ata që nuk mund të ecin. Gabim. Ato janë një shërbim efikas. Aeroportet moderne janë gjigande, me ecje lodhëse. Nëse keni mbi 60 vjeç, të harxhoni energji para një fluturimi të gjatë është gabim strategjik. Keni të drejtë të kërkoni transport të motorizuar për të ruajtur forcat, edhe nëse nuk keni kufizime fizike.
Kur të arrini, kërkoni ndihmë për lëvizshmërinë pa turp. Në vitin 2026, ky shërbim jo vetëm që ju çon nga portat e porta, por zakonisht përfshin edhe kalimin në radhë ekskluzive sigurie dhe migracioni. Arrini në destinacion të pushuar dhe pa dhimbje shpine. Ky është truku përfundimtar, lejoni që aeroporti të punojë për ju. Kështu e mbyllim. Të udhëtosh pas 60-s nuk duhet të jetë sfidë, por fitore. Këto 10 sekrete janë mjetet tuaja për të barazuar fushën dhe për të marrë trajtimin preferencial që e keni fituar pas viteve të punës. Kompanitë ajrore nuk do t'ju dhurojnë asgjë nëse nuk flisni, por tani e dini saktësisht çfarë të thoni dhe si ta thoni. Nëse ndonjë nga këto avantazhe ju ka befasuar ose njihni ndonjë tjetër truk që kemi lënë jashtë, lëreni në komente. Dhe nëse doni të mësoni si të udhëtoni më mirë duke paguar më pak, një klik i vogël në subscribe na ndihmon të vazhdojmë të zbulojmë sekrete. Shihemi në destinacionin tjetër.